Madje ditën e sotme ka përfunduar dhe afati i fundit i plotësimit të dokumentacionit. Mund na i thoni kandidatët dhe për opinionin publik nëse keni kandidatët, se cilët janë. Kandidati i parë është Joni Keta, është numri aktual i dytë aktualisht në Prokurorin Kombëtar të Zvendës, drejtuesi i Byros Kombëtar, i cili do të jetë dhe fituesi. Po e them sot, ky do jetë. Po më e thuaj kaq shpejt se na largohen teleshikuesit, vonohet çik. Ky do jetë fituesi. Se e themi pak më vonë. Mendoj që ky do jetë fituesi, kudo përflitet që do jetë fitues, sepse duke marrë analizën e kandidatëve të tjerë. Ti marr një Elton Korluku, hetues financiar në BKH, ish shefi sektorit kibernetik në Ministrinë e Brendshme, kandidat jo potencial për të fituar. Ledis Nano, ish drejtori i përgjithshëm i policisë, një kandidat, një emër të mirë dhe ka lënë një edhe profesionalisht treguar shumë lart. Faktorin ndërkombëtar, por ai që kuptojnë që faktorin ndërkombëtar amerikanët as nuk po interesohen fare për këtë garën për Byron Kombëtar të Hetimit. Nuk po interesohen. Fare. Rasti i vetëm kur janë interesuar ka qenë zgjedhja e kreut të SPAK Altin Dumanit, të cilën qeveria, pra mazhoranca, nuk donte që të zgjidhej Dumani, donte që të zgjidhej Edvin Kondili në atë kohë. Kam qenë vetë i pranishëm në sallën ku Këshilli i Lartë i Prokurorisë KLP-ja zhvilloi garën për zgjedhjen e kreut të SPAK, ka ardhur në pjesën ku po jepnin pra platformën e tyre, po shpalos platformën e tyre kandidatët asaj kohe, Altin Dumani, Edvin Kondili, Adnan Xholi e tjerë. Erdhi ish ambasadori Yuri Kim dhe në momentin që u fut ambasadori Yuri Kim në sallën ku po zhvillohej pra mbledhje dhe konkursi për zgjedhjen e kreut të SPAK-ut, i iku fytyra të gjithëve atyre së KLP-s. Patjetër. Kam qenë vetë i pranishëm dhe kur u zgjodhi Altin Dumani, disa prej tyre e ngritën dorën gjysmë sepse kishin frikë që mos zgjidh si mamarin. Domethënë urdhrin e kishin nga mazhoranca të zgjidhej filion person, ndërsa para se të bëhej votimi, ish ambasadori Yuri Kim i thirrën një dhomë të gjithë bashkë anëtarët e KLP-s, pasi votonin ato për zgjedhur Altin Dumanin. I mbajti rreth një orë 40 minuta diçka të tillë. Mbaj mend se kam qenë vetë kam raportuar, ka qenë një ndër raportimet e mia të para sa kishte filluar punën time në terren si gazetar i kronikës së ZES. Dhe në momentin që i bisedoj me të gjithë të anëtarët e KLP-s, u zgjodh Altin Dumani, u bë votimi 2 herë, pasi herën e parë nuk u zgjodh numri i duhur, pra që duhej për të zgjedhur kreun e SPAK-ut. Herën e dytë kur u zgjodh, nuk e mbaj mend emrin e kryetarit të KLP-s, po më kujtohet, e ngriti gjysmë dorën, nuk e ngriti të plot, pra gjysmë për zgjedhjen e Altin Dumanit. Pra ishte që u duk që ishte një zgjedhje diktuar nga amerikanët, nga ambasadori Yuri Kim. Ato nuk do votonin për Altin Dumanit. Kjo është hera parë që unë kam parë si gazetar dhe qytetar që faktori ndërkombëtar vendos në Shqipëri pra një person që ato duan dhe një person të pastër. Do ta themi të vërtetë, Altin Dumani është një nga prokurorët më me integritet dhe profesionist në vendin tonë dhe të jenë të gjithë si Altin Dumani aty në prokurinë e posaçme. Gjithë prokurorët atëherë do kemi një prokurori të posaçme, e cila do jetë ajo që ne duam. Por ka dhe dronjë të shtrembur, por fatkeqësisht paska shumë. Jo aq sa për të mos prisur stabilitetin e prokurisë së posaçme. Dhe në rastin e kreut të BKH-s nuk shoh një interes nga amerikanët. Që në zgjedhjen e Donald Trumpit, amerikanët e kanë humbur interesin për vendet e tjera. Ne nuk kemi ambasador në vendin tonë. Ne jemi pa ambasador, kemi një përfaqësues një ngarkuar të Shtetit Bashkuar të SBA-s me punë, e cila bën ndonjë takim rutinë, takim më shumë që do ta bëj për kortezi, nuk është se jep direktiva siç ishte ambasadori Yuri Kim. Ambasadori Yuri Kim kishte fjala e saj për drejtsinë shqiptare ishte ligj. Dhe në rastin konkret kemi një interes të pakët të faktorit ndërkombëtar dhe kjo mungesë interesi të pakët sjell dhe një garë jo të vërtetë dhe një garë fars për kreun e BKH-s. Në 31 gusht i mbaron mandati Aida Hajnës dhe mendoj që gara nuk do jetë ajo që presin qytetarët. E lam ke emri Gledis Nanos, mendoj që nuk e kam mbështetjen pra faktorin ndërkombëtar se prandaj e përmendëm, nuk e kam mbështetjen aktualisht sepse nuk është interesuar amerikanët. Por amerikanët kjo është figura më e pastër. Gledis Nano nga politika shqiptare nuk duhet. Patjetër sepse Rama qeveria e shkarkoi bashkë me ministrin Bledi Çuçi së kohë. E shkarkua, nuk e donin. Si ta vendosin në krye të BKH-s, më kupto. Dhe faktori ndërkombëtar nuk është shumë interesuar për të kreun e BKH-s, për të cilin kanë qenë të interesuar për Gledis Nano më parë, se Gledis u vendos drejtori i përgjithshëm i policisë
pa sugjerime të faktorëve ndërkombëtar të operacioneve të suksesshme, një oficer karriere, por edhe pse mendoj që është një nga kandidatët që e meriton, e ka të vështirë. Hakit Çaku ishte drejtori i policisë së shtetit, një kandidat që nuk mendoj se do fitojë, një prokuror në Tiranë Andi Pogaça nuk ka shans. Astrid Halila ish prokuror në Shkodër, shkarkuar dhe nga Vetingu, nuk e di pse ka konkurruar. Janë nga ato tipat si puna e tij që kandidoi për drejtor përgjithshëm që rritin në Itali dhe ishi i dënuar. Gentian Doj, drejtor për hetimin në krimin ekonomik Policinë e Shtetit, nuk mendoj, kandidat pa potencial. Mauricio Seldia dhe ky një inspektor në Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore, pra inspektor do më bëj drejtori BKH-s, nuk ka shans. Marinela Pilin, që një oficer e policisë gjyqësore në Progrades, nuk ka shans. Nevruz Ndrejoni, oficer OPG Elbasan, Miklovan Kanani, hetues aktual në BKH. Mendoj që është garë. Lufta më e ashpër, të paktën si e shikon ti, është midis ju e thatë pak emrin tuaj që mendoni që do dali fitus. Por po e marrim a priori, diskutojmë kush janë emrat që do të përplasen më fort për këtë post. Dhe duhet më shpjegosh, a ka një luftë edhe në qeveri për emrin që duhet zgjidhet, si do procedohet për të ditur dhe pak më shumë informacione se çfarë po ndodh. Nëse do jap mendimin tim personal, profesionalisht, në bazë të meritës, formimit e të gjitha, mendoj që e meriton Gledis Nano. Por nuk e fiton për shkak se nuk është garë e vërtet, edhe nuk ka mbështetje. E thash që numri 2 aktuali i BKH-s, Zvendësi i Aida Anjës, është kandidati potencial për ta fituar, edhe për shkak të eksperiencës, pa dashur ta paragjykojmë sepse mund të jetë një drejtues i Zotit. Por do të themi edhe faktin që Byroja Kombëtare e Hetimit është një institucion shumë i rëndësishëm, mund ta shohim si një institucion që ndihmon SPAK-un, jo. BKH është shumë e rëndësishme. Çfarë roli ka BKH-s heton gjithë hetimet procedimet që nis prokuroria e posaçme SPAK-u. Prokurori thjesht delegon punën, hetimin e bën gjithë hetuesit e BKH-s. Të gjithë hetuesit e BKH-s bën punën kryesore. Ato janë të rëndësishëm dhe dalin një informacioni nga një hetues i BKH-s është shumë e rëndësishme. Janë 60 hetues BKH në Byronë Kombëtare të Hetimit, të cilët merren me hetimin e dosjeve veprime procedurale hetimore, të cilët delegohen nga prokurori. Ato kanë detyrën kryesore, janë shumë të rëndësishëm dhe ajo që nuk mua më bën përshtypje dhe nuk më ka pëlqyer asnjëherë është ka qenë gara për përzgjedhjen e gjithë hetuesve të BKH-s, ka dhe persona që nuk kanë pasur përvojën profesionale për të qenë drejtues, pa dashur të hedhin poshtë punën e disa hetuesve të nderuar, se ka dhe hetues të nderuar BKH, profesionistë që e bën punën siç duhet, por kjo do të ishte shumë e rëndësishme, zgjedhja e hetuesve të BKH-s, kanë punën kryesore, edhe pse i delegon prokurori. Një informacion të dalë nga një hetues BKH për një dosje të caktuar ku mund të jetë në hetim një ministër i rëndësishëm, a një personazh politik i rëndësishëm, prish komplet hetimin, e kupton? Fillojnë ndërhyrjet e gjitha dhe atëherë drejtësia nuk është e pavarur. Dhe prandaj shumë e rëndësishme është zgjedhja e drejtorit të Byros Kombëtare të Hetimit, nuk është aq e thjeshtë saç duket. Prandaj po bëhet kjo luftë e ashpër. Igli, para se të kaloj përsëri tek tema, doja të falenderoj secilin prej teleshikuesve që na ndjek këtu në Antena Televizion, në emisionin Sinjal nga unë Ermal Peçi, por që shpërndan Antena Televizion qoftë në diasporë, qoftë në Shqipëri, por dhe që komenton dhe jep mendimin e vet. Igli, do doja të kthesha pak tek tema. Kjo pjesë të doja të më bëjë një përmbledhje se si ka bashkëpunuar SPAK-u me BKH-n. Pra, deri në këto momente, çfarë note i vë bashkëpunimit SPAK-BKH? Sepse ka disa operacione që ne kemi parë që nuk kanë pasur një sukses të madh. BKH-ja e lë fajin te policia, policia thot nuk po na informon BKH-ja me SPAK-un. Si njeri dhe profesionist që e ke ndjekur hap pas hapi aktivitetin e SPAK-ut, aktivitetin e BKH-s, por dhe aktivitetin e policisë. Çfarë mund na thuash pak më shumë mbi edhe drejtuesen që do të lëj tashmë detyrën, një notë, një përmbledhje? Në biseda që kemi zhvilluar gjithmonë bashkë për tema të ndryshme, na karakterizon fakti që i themi gjërat hapur, do të them hapur troçet në të rast. Në shumë operacione dhe kur kanë dalë informacione për mega operacione, sepse ka diçka në gazetarinë shqiptare, nuk dua të bëj sikur jam një ndër gazetarët që
e ruaj profesionalizmin. Jo, e ruan siç ti duhet, sepse por ka njerëz që marrë një abuzojnë. informacion, abuzojnë marrë një informacion për një operacion dhe kush ta nxjerrë i pari. Dhe këtë e bën gazetarët që kanë